Gjykata e posaçme ka vendosur të ndryshojë masën e sigurimit bashkëshorten e kryetarit të Bashkisë Tiranë, Erion Veliaj. Gjykata e posaçme vendosi heqjen e çdo mase sigurimi për shkak të gjendjes së saj shëndetësore. Ndërkohë, ajo po përballet me një situatë të veçantë. Është shtatzën dhe po pret të sjellë në jetë 2 fëmijë, duke reflektuar atë që duket të jetë një kujdes të veçantë nga sistemi gjyqësor dhe shëndetësor, në pamundësi që ajo të marrë masa mbrojtje e ndryshe. Por pyetja që ngrihet, me një dozë ironie, po qytetarët e thjeshtë me probleme shëndetësore pafund, të cilët nuk mund të shkojnë për vizita jashtë vendit, kush u jep këtë siguri, ndërkohë që për Aiolën vendimet duket se vijen në funksion të situatës personale, qytetarët e zakonshëm shpesh mbeten në pritje të një përgjigjeje nga sistemi. Kështu, vendimi për Aiolën ngrej jo vetëm çështje ligjore, por edhe reflektim mbi diferencat në trajtimin e qytetarëve në situata të ndjeshme shëndetësore.